Fëmia i 4 tentonte t'i lajmëronte që kishin makinën mbrapa eksperti pas tragjedisë në Durrës, të ndërhyet me ligje të ashpra. Eksperti i kriminalistikës Erin Karamuço ka komentuar aksidentin tragjik në Durrës ku humbën jetën 2 të mitur. Ai u shpreh se në raste të tilla mund të parandalohen vetëm përmes ndërhyrjes kuvendit dhe institucione me ligje të forta rrugore. Sipas tij, drejtuesit e mjeteve që shkaktojnë aksidente me pasoja fatale nuk duhet të kenë më të drejtë të pajisen me patent. Karamuço kërkoi masa më të repta, duke përmendur modele si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku drejtimi i pakujdesshëm dhe shkeljet serioze mund të çojnë në burgim edhe pa u shkaktuar domosdoshmërisht viktima. Ai theksoi gjithashtu nevojën që të ketë më shumë kontroll në zonat urbane, përdorimi i kamerave dhe ndëshkime më të forta për shpejtësinë dhe drejtimin në gjendje të dehur.